Qysh do të dënohen ata që prishin agjerimin pa arsye në xhehenem. Një prej formave të dënimit, Allahu na ruajt. Por dhe thanë, në gjithë të këtë kodër, tha, la otiku nuk munden. I thanë, ne të ndihmojna. Kur në gjithë, në mes të rrugës, në mes të kodrës, dëgjova për thëtë zëra të mërshëm. E natyrisht xhehenem lit, lëshën zëra të mërshëm. Prej dhimbjes, prej vujtjave që i kanë, dhe kjo është shumë normal. Sepse njëri, që apritet për njëri, kur ka vujtje, për pasë në të zanat të mërshëm. Allahu na ruaj ya Rabbi. Pejgamberi që ditur me këta zëra, alayhi salatu wassalam, ka thonë që ka janë këta zëra, qalu, i thanë, kjo është uwa'u ahlun nar, zërat të mërshëm të xhehenemit. Pastaj vazhdon përpijet derisa takuam njerëz të lidhur me kanë lartë. Po për themra, pjesën e skajshme të themrave, po gojat e tyne të çkyera. Hadithi nuk po thot që të kondër të kthyer. Unë sikur se po kuptoj ashtu, të lidhur me kam nalt e me kokë të poshtë. Ani pse nuk prishni punë, me qenë edhe në kuptim qysh duket kështu, më lidh njëri në kam, më lidh kam themra, me së mujtë me lëviz. Por dënimi më i madh është kur lidhe nalt e kokat të poshtë. Pastaj po thotë të rrjedh për tyne, gjak e rrjedh kur trupi nalt e kryt të poshtë. Allahu na ruaj. Të çkyra gojat e tyne. Po, të çkyra gojat e tyne, rrjedhin gjak. Rrjedhin gjak për ata kur ham dikush në Ramazan. Edhe i thuti apo dikush. Shtash për ham për thumë kënaqë e di që kime vjellë, gjakut e vjellë. Qëtu për vjellë? Kime vjellë. Edhe atë gjak kime vjellë që për ham. Kime vjellë gjak. Por kam të bobën, dhe ja, i erdhi koha dhe shkëllën e kohë. Allahu na ruajt. E pejgamberi i çuditur alayhi salatu wassalam po i pyet, e çka janë këta, kush janë këta njerëz? Dhe i thamë, këta janë ata të cilët bëjnë e prishin agjerimin para kohës, para perëndimit të diellit. Hadithi ka për qëllim me tregu se çfarë gjenahet të madh. Është prishja e një dite agjerim pa arsye, pa qenë smut, pa pas asnjë siklet, asnjë zar. Por thjesht s'po du me agjëru, po du me prish. Shkelje e shejtërisë në muajt Ramazan. Qa më ndodhe? A më ndoj njeriu me shkelje shejtërinë e këtij muaji të bekuar dhe më shpërblyja? Qa më ndoj ai? A më ndën ai njeri i cili shkel shejtërinë e muajit Ramazan me qenë i barabartë me atë i cili respekton shejtërinë e këtij muaji? S'ka mundësi, nuk është e drejtë një gjatë. Është e drejtë. Andaj, nëse këtë që ka rujt shejtërinë në Ramazanit shpërblehet, po e kundërta, edhe ai i cili ka shkel shejtërinë në Ramazanit duhet të dënohet. Dhe shejtërinë e kujt? Shejtërinë e atij e krijuesit që ai e ka bërë
këtë muaj kaq të vlefshëm. Rebelim, mëspërfillje totale e urdhër të Zotit, anashkalim, injorim, nënçmim, përbuzje e urdhër të Allahut, hajgare me urdhën e Zotit.